Për recetat, cila është një recet që as këto zojat nuk e din, që ata merr mendja? A ki në recet që... Nga tradicionalet po mendon apo... Ku e di, diçka nga tradicionalet? Nuk mendoj që ka nga tradicionalet që këto zonjat nuk e din, por ndoshta të këto modernet mund t'jetë ndonjë. Zoja? Po ju sfidan? Jo, për tradicionalet i dini të gjitha, jam e bindur, por ka ndoshta ndonjë recet nga këto modernet që bëjmë na ndonjë modifikim të ndryshëm dhe gjithmonë sjellim një recetë të re apo një shije të re. Si është kjo tradicionalja dhe modernja, si gërshetohet në ushqim, si e gërshetojmë ne shqiptarët? A dim me hangër mirë? Ne shqiptarët po mësohemi. Po mësohemi. Po vedisohemi në fakt. E thash gabim po mësohemi, po vedisohemi, edhe pse sa i përket recetave tradicionale, ato gjithmonë po mbesin më të pëlqyera dhe më të dashura për të gjithë. Nuk këndrohen me asnjë gjë tjetër, pavarësisht asaj që tani kemi shumë mundësi që të sjellim receta të ndryshme, të shëndetshme, të thjeshta, nganjëherë përpiqemi të sjellim edhe ekonomike, që të kemi një ushqim të shijshëm, mirë po jo të ketë një kosto të lartë. Vallai për kosto nuk ka receta të lira, nëse do të hangër mirë. Cila është një recetë e lirë për shembull? Ndonjë sallatë për shembull? Ndonjë sallatë? Përbes specat shtrejt, domatet shtrejt, trangujt shtrejt. Salat me një kos të kulluar, tranguj, hudër, dhe kjo është një salat që taman mund t'i themi dhe salat verore. Po, salat verore. Ama për një me qmimet janë shtrejtu, tash nuk është faj i neve këtu, po duhet me u kujtu para se me bo recetën. Po, e vërtet. Sidomos kove të fundit është... Keni kritikat tilla për shembull që ju jep një receta, njerëzit i shohin në Instagram e thonë po gjithë këto ndoshta kanë çmimet shtrejta, gjithë këto përbërës, ku t'i gjejmë? Po, ka ndonjëherë, por jo shumë, sepse aty ka njerëz të ndryshëm që recetat i kanë interesim për receta, ai që do me përgatit recetën tonë nuk i intereson se sa ke përdorur ti produkte, apo edhe pse gjithmonë përpiqem që të sjell me produkte sa më të thjeshta, apo me produkte që mund t'i kenë në shtëpi, apo që nuk i gjenë në tregun tonë. Tani, e kam një pyetje unë që ua bëj, cili është ushqimi që ua kujton fëmijërinë? Po ty duat ta bëj këtë, cili është ushqimi që ta kujton ty fëmijërinë, e gjithashtu edhe një ushqim që emocionon, sa herë gatuan kështu? Gatimi që me emocionon sa unë gatuaj, mund të them që është ndoshta ndonjë pite që kam mësuar nga nëna, po. Sepse gjithmonë ajo thoshte që gatimi i një pite nuk është që ka ndonjë filozofi, por e ka një finesë. Këto zonjat me siguri e din. Ndërsa gatimi që mua më kujton fëmijërinë është një recetë tradicionale që realisht edhe cilësohet si recetë dugaxhinit. Okej, cila është ajo? Fasule me qumësht. Fasule me qumësht? Po, edhe është e rrallë. Është recetë e rrallë, por identifikohet si tradicionale e dugaxhinit. Kur ja qit një qumështin në fund, a në fillim? Jo, pasi të zihet. Pasi të zihet? Po, kretë në fund. Unë nuk pas kam hangër kur. Okej. Kjo dhe identifikohet si recetë tradicionale e rrafshit të dugaxhinit. Pra jo në Tiranë nuk e di, por... Edhe në Gjilan. Okej. Mirë, ja që e mësuam. Faleminderit shumë. E keni edhe recetën në YouTube, po është të postuar. Është edhe në YouTube e njëjta. Okej, faleminderit shumë. Për kë ke gatu personi më i famshëm që është, edhe për kë do doje të gatuaje për një person të famshëm që ti thuash, ja, ky është ushqimi shqiptar? Personat famshëm që kam gatu për ta, kam pas mysafir të ndryshëm në emision, tash nuk e di së më kujtohen ti cek me emër të gjithë. Por si personi uj ka qenë një Zvicrana në Zvicër, në qytetin e Soloturnit, që kemi përgadit ushqime tradicionale, nëna dhe unë kam përgadit një ëmbëlsirë cila i ka pëlqyer tej mase dhe u përpiqke gjithmonë që ta kuptoj se çka kam përdorur dhe a mund ta përgatisë dhe ajo në shtëpi. Domethënë kjo ka qenë. Po nëse